Është ora 11 e natës, ne nesër në orën 4 nisemi për në Shqipëri dhe valixha jonë momentalisht është pritu a tregoj. Është kështu, domethënë. Shpresoj që t'ja dalë edhe të flet të paktën ja 2 orë. Gjithsesi unë disa gjëra i kam bërë gati. Këtu brenda ka një pellush edhe disa xhaketa. Do rehatoj një herë këtë unë. Unë kam marrë këto, kam vendosur të gjitha outfitet që kam menduar që t'i vesh, që mos më kapi stresi andej, domethënë çfarë do vesh, si do vesh dhe mos të marr më shumë se ç'më duhen. Shumë e vështirë që të gjesh outfite kur këtu është super ftohtë edhe atje bën ngrohtë. Kam marrë edhe këtë fustanin në fakt, po këtë e kam marrë për një set fotosh për ta veshur. Ke disi sistemova kështu, të njëjtën gjë kam bërë edhe për rrobat e burrit. Ja kam vendosur pantallona dhe bluze bashkë që t'i ketë edhe ai gati. Ka zënë komplet të gjysmën e valixhes vetëm rrobat tona. Të gjitha këto janë gjithashtu për të futur në valixhe. Normalisht nuk do t'i fus me kartona. Fillojmë tani fusim nëpër cepat. Janë edhe këto, domethënë nuk e se janë dhe aq shumë, janë pak më të vogla. Më bëj rrobat pis mua ato. Edhe këto nuk kanë shumë vend. Tani çfarë kemi tjetër për të futur? Kemi gjithashtu edhe këtë kremin, do janë me të brendshme dhe çorape për krenën. Duhet që ta peshojmë sepse nuk duhet kaloj 20 kilshin, se nuk kemi ndërmend që të marrim kredi atje për të paguar ekstrat. Ky është set me fusha që edhe këtë më duhet që ta marr. Ku do t'i fusun këto? Nuk e di. Nuk janë fare mirë, po çfarë do themi ne tani? Kjo është një video reale se si bëhen emigrantët gati kur vinë në Shqipëri. Duhet ta mbyllim një herë si fillim, duke luftuar me valixhen. Kjo është komplet me të brendshme dhe me kostumin tim të gjumit. Po saktë, s'kam çfarë bëj. Si do ta mbyllim këtë? Do të thënë është 20 kg e 900 gram. Nuk kam futur as qerat e krenës. Nuk e di si të dalim. Kjo është çanta e shpinës që do bëhet kurban. Këto janë rrobat. 8 outfite janë gjithsej për krenën, edhe çorapet. Kemi edhe geta këtu për raste emergjente. Kostumin e gjumit. Tonë këtu tani përveç rrobave të krenës, mendoj që mund të më nxjerrë patjetër që më nxjerrë edhe çantën e make-upit dhe ka akoma vend këtu që mund të fus gjërat e tjera.